Avokat, të shtunën në darkë u lajmërua vetë kryeministri, lajmëroi faktin që është ftuar nga presidenti Trump për të bërë antar i një institucioni që deri tani po quhet me emrin Board of Peace, bordi i paqes. Si e lexon në këtë ftesë, çfarë do të thotë kjo për kryeministin Rama dhe më pas çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë, po kryesisht fokusi do mbetet tek kryeministri Rama. Ja ku është edhe letra, e kemi pas nesh. Tani red, që të vinte ajo letra dhe tek përgjigjja e asaj pyetjes tonë në lejo, domethënë që ta shpjegoj pak ndoshta edhe për të gjithë ata që ndoshta nuk e dinë ose nuk kanë informacionin e duhur se çfarë ka ndodhur realisht me këtë iniciativën e re të presidentit Trump, i cila fakt nuk është se ka qenë e ditëve të fundit, ka një 5-6 muaj që artikulohet, por tani më ka marrë, le të themi, një lloj verdikti vule. Presidenti Trump ka pasur idenë e një ngritjes së një bordi paqes, i cili do drejtohet nga vetë ai. Nuk ka një kohë të caktuar, domethënë fillim dhe mbarim. Pra do jetë një bord i cili do merret me gjithë gjeopolitikën botërore, aty ku ka le të themi kriza politike edhe për të cilat do duhet domethënë vullneti i gjithanshëm i disa njerëzve sipas atij domethënë që kanë një qasje botërore politike të jashtme pozitiviste për të zgjidhur krizat të këtij standardi. Bordi i paqes, se thash dhe njëherë, kryesohet nga zoti Trump, ka një numër prej 10 antarësh të tjerë, të cilët janë konsiderohen tani të përhershëm, ku është duhet ta kemë regjia dhe ato listën vendri i tij Kushner, është Tony Blair, Jared Kushner, pra Tony Blair, janë njerëz të cilët kanë një të shkuar apo dhe të tashme të njohur në diplomacinë botërore. Këta janë 10 që le të themi e bordit që do marrin le të themi do ta drejtoj këtë bordin e paqes. Pastaj pas bordit të paqes, për momentin është një nënbord që quhet bordi i Gazës, nesër mund të jetë bordi për një zgjidhje tjetër, po them kot i Iranit, për Iranin apo për Ukrainën apo për cilin do, në rastin konkret bordi për Gazën. Dhe midis bordit të parë dhe bordit të dytë është vendosur emri i një personi i cili do t'i administrojë në emër të zotit Trump, në rastin konkret, që quhet Nikolaj Medladov. Në fillim është parë me shumë habi vendosja e këtij personazhi, një shtetas bullgar, i cili do ta them këtë për një arsye vetëm për të kuptuar edhe se si po shkon le të themi diplomacia botërore në rastin konkret. Ky person ka qenë në Ministri i Brendshëm dhe Ministri i Jashtëm gjatë kohës 2009-2013 në qeverisjen e Bojko Borisovit në Bullgari, por përpara asaj ka mbaruar shkollë College King College në Londër, pra në rreth viteve 90, vjen nga një familje thelbësisht komuniste në Bullgari. Jati i tij ka qenë drejtuesi kryesor i sigurimit të shtetit bullgar, le të themi KGB-ja bullgare ose UDB-ja bullgare, sigurimi, pra është një person i cili çuditërisht dhe për këtë arsye domethënë është parë me shumë habi, është super i majt, për më thon komunist, shumë njerëz që kanë analizë botërore kanë konsideruar gati si një lloj komunisti në pikpamjet e tija. Por nga 2013 e këtej ai ka qenë le të themi i dërguar emisari i Kombeve të Bashkuara në shumë kriza, sidomos në lindjen e mesme. Çfarë është shumë e rëndësishme? Dërguar special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga OKB-ja. I OKB-s, më fal. Këtë drejtë, i OKB-s. I OKB-s. Çfarë ka një gjë shumë të rëndësishme këtu? Ky zotëri ka drejtuar për shumë vite me radhë Fondacionin Soros në Bullgari dhe në Ballkan. Deri në vitin 2006, që mos ngatrohemi, Bullgaria ose Fondacioni Soros në gjithë Ballkanin kishte epicentrin në Sofje në Bullgari, ku drejtohej pikërisht nga ky person. Pastaj mbrapa është ndarë dhe Fondacioni Soros, pjesa le të themi e Ballkanit Perëndimor, është drejtuar nga ish bashorti i Romana Vlautinit, ish ambasadore e BE-s në Shqipëri, që drejtohet akoma dhe me epicentër në Sarajevo në Bosnjë. Pra, e them këtë për të kuptuar domethënë që kjo historia e luftës midis konservatorit të famshëm presidentit Trump dhe Sorosit, sikundër neve sidomos këtu në Shqipëri, tentojmë me gjitha mënyrat për ta
parë në këtë lloj aspekti, nuk ekziston kaq shumë, sepse urdhëroi një person thelbësisht i Sorosit, që e ka drejtuar për shumë vite me radhë Fondacionin Soros për Ballkanin, sot është krau i djathtë teorikisht dhe praktikisht në bordin e paqes të Donald Trumpit. Ka dhe atë departamentin e thesarit të drejton ai që ka themeluar Fondacionin Shoqëri e Hapur me Soros. Po, ky ka qenë drejtues edhe tek këtu ky ka qenë drejtues themelor, pra për të e them këtë për të zbërë këtë lloj ideje, domethënë që ka një luftë midis. Po i bën opozitës ti, je i qartë. Jo, unë po them atë që po them. Pastaj ti shikoje në këtë mënyrë si duash. Unë po them atë që thua ti. Unë po them domethënë që ose aty ka një fakt, dakor? Ose aty kanë rrjedhur, ose kjo lufta midis Sorosit dhe Donald Trumpit nuk ekziston fare, sepse urdhëroi ja ku e ke njeriu në Soros në bordin më të rëndësishëm që të sapo krijuar. Përtek kësaj, pastaj është bordi i Gazës, i cili drejtohet nga një ish antar i OCP-s, të mbështetës i Yasser Arafatit, Ali Shat, i cili është vendosur ai është si kryeministri, si një lloj kryeministri i qeverisjes teknike, por edhe kjo është shumë e rëndësishme. Se harrova, Maledov ka ardhur si propozim direkt i Benjamin Netanyahut. Pra është propozimi direkt i Izraelit në këtë çështje. Dhe pikërisht edhe këtu, si një kontrapedal, duket qarta se sikur Trumpi ka dashur, ose ata që janë pas Trumpit, kanë dashur t'i vendosin një figurë tjetër të cilën Izraeli e ka kontestuar, që është ministri i jashtëm turk. Hakan Fidani, të cilin ata nuk e kanë miratuar, për faktin domethënë sepse besojnë domethënë që Turqia ka qenë gjithmonë një forcë, si të thuash, kundërshtare në raport me Izraelin, dhe kjo gjë domethënë ha edhe një lloj debati. Deri këtu, kjo është ajo që pak a shumë domethënë për cilën është krijuar. Është thënë dhe është e shkruar tashmë që ata që do duan që të jenë të përhershëm në këtë bordin e paqes, që deri më sot janë mbi 140 personazhe politikan nga 140 vende të ndryshme të botës. Pra nëse do të shikojmë botën në 207 shtete, 208 shtete që ka bota, pjesa më e madhe atyre politikanëve vijnë nga 3/4 e botës, po të themi. Pra kjo ftesë i ka ardhur zoti Rama, i ka shkuar edhe Italisë, edhe Rumanisë, edhe Hungarisë, edhe Gjermanisë, edhe Francës, dhe ata janë pjesë bordit. Edhe Greqia, Kolumbia, Argentina, Paraguay, ku di unë, nuk e thënë, vendet të këtij, domosdoshmërisht jo Kolumbia, jo presidenti i Kolumbisë. Çfarë po them? Pra, po jo presidenti, se nuk po them që është presidenti pikërisht. Po Serbia, po Albin Kurti. Jo, Albini jo. Se nuk ka nga Kosova, po them, nga Ballkani ke Kroacinë, ke Greqinë, nga Ballkani Perëndimor. Kush është ky? Ballkani Perëndimor janë 6 Greqia ç'është Ballkani Ballkani Perëndimor, sepse janë përfitojnë se janë BE-s. 6 që nuk është në BE. Kush është nga këta 6? Serbi, Bosnjë, Kosovë, Malzi, Maqedoni, Shqipëri. Është vetëm Shqipëria. Për nëse do flisni vetëm për këtë, është vetëm Shqipëria. Okej. Deri tani. Tani bordi presupos doni dhe kuptoj se ku doni dilni, s'ka problem, vazhdoni me atë. Jo, ta themi atë që është për të thënë. Se pak edhe një letra, Redit lutem, letra e Trumpit. Kur të mbaroj analizën, letra e Trumpit, regjia. Kur të mbaroj analizën, do t'u jap një fletë lavdërimi që t'ia nisi direkt me postë të kryeministrit. Po ta mbaroj një këtë që kam për të thënë unë dhe pastaj vazhdoni ju të tre. Ja nisni. Vazhdo, bëj opozitë në opozitë. Jo, s'ka problem, bëj unë. Nëse Kolumbia, nëse unë thash një gjë që nuk ekziston nëpërmjet të tjerë. Nëse thash një gjë që nuk ekziston, më thoni mua. Nga këto që të sapo thash deri tani. Ne nuk thamë gjë që s'ekziston. Jo, thjesht a deshet në drejt. Do i flet lavdërimi, t'ua jap që t'ia dërgoni në atë madhnisë aty tek. Jo, lart madhnia do ta japi ty që po bën opozitë në opozitë. Mua nuk kam nevojë, domethënë që të japim. Mua mos më ti po i mbron Sorosin lart madhnisë. E treta, në këtë bord që ti jesh një lloj antari i përhershëm, po, e kishim atë, po. I përhershëm, duhet që pas vitit të tretë të themelimit të këtij bordi, që ti jesh i përhershëm aty, do duhet japësh një fond për $1 miliard. Po, e ka Bloomberg, e kemi pas. Po, pra, pas vitit të tretë. Pra, në 3 vitet e para është lënë kjo hapësirë, me qëllim që gjithkush nga këta që janë pjesë e bordit, përfshi dhe zotin Rama, nëse në kryet 3 viteve zoti Rama do japi nga xhepi i tij $1 miliard. Jo, si nga xhepi. Për 3 vite nuk është më as Rama, as Trumpi, kështu që po shiko këtu janë, këtu nuk përfaqësojnë Edi Rama, apo Tony Blair, apo ku diun ata që ishin aty. Tony Blair nuk përfaqëson Anglinë, nuk do t'i marrë nga buxheti i Anglisë, ato do të shkojë të vëjë $1 miliard, apo $1 miliard aty taj bordi.
Rregull? A është si ato Për senate shtetet anëtare, jo për individët, për shtetet anëtare bëhet fjalë, po gjithsesi. Tony Blair çfarë është? Po pra, është individ. Edhe ai tjetri që është CEO i Bankës Botërore Është individ. Ja, ato janë burime njerëzore që njohin. Po pra, atë është po them që do duhet pas 3 vitesh Rama që është kryeministër do të paguaj nga xhepi. $1 miliard. Nëse do të marrë pjesë. Ja ku jemi Rama mendon. Regji hape pak kamë. Once nations combat. Unë desha të shtoj domethënë që pas 3 vitesh me qëllim që mos na lënë Nalmannin jashtë këtij bordit të kontribuojmë sadopak që ai të ketë mundësi domethënë që të jetë pjesë të këtë desha me Nuk është shumë Nikolaj të drejtorin e 300 milionë në vit për Ballkanin. Çfarë ku ishte insinuata që duke qenë se... Jo, unë thash vetëm këtë. Ky zotëria është njeriu më i rëndësishëm sot, i vendosur nga Trumpi, që bën lidhje midis bordit paqes dhe bordit kasës. Shumë e vërtet. Kjo një. E dyta dhe i bërë të bëra një CV të këtij personit, sepse po lexoja mediat botërore, të cilët e lidhin të shkuar në afër të tij si një person që vjen nga një familje thelbësisht komuniste, Jati thashë dhe një tjetër drejtuesi kryesor i sigurimit në kohën e diktaturës. Do t'ja di Trumpi Jo, pra, dakor, pra unë thjesht faktet po them. Dhe është një person i cili ka drejtuar për shumë vite me radhë Fondacionin Soros. Këtë po them. Tani një Soros Çfarë lidhje ka kjo me Ramën? Po tani do dalte Rama, unë bëra vetëm ekspozim e kësaj. Po mirë, dalim se pak a shumë me qartësove. Dakor, dalim te Rama. Tani gjithë ata që na ndjekin nga Bullgaria janë qartë. Tani mund të vazhdosh për shqiptar. Jo, thash për ata nga Bullgaria, thash për gjithë këta.